30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it, pra fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor për infrastrukturën. Kështu që besoj se kjo është një tjetër shenjë shumë e qartë e faktit që ne jemi duke ecur me shpejtësi sipas ritmit përcaktuar edhe nga negociatat për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian, ndërkohë që 34% të tjerë si arsye të parë citojnë rritjen e bashkëpunimit mes vendeve që fuqizon drejt për drejt edhe ekonominë. Diskutimi a ja vlen as ja vlen shkot është absolutisht i pa bazuar, ndërsa krijimi i vetdijes që në 11 maj duhet të krijojmë një blok kompakt përtej të majtës dhe djathës, përtej dasive partijake, përtej tifozllëkut dhe rendjes pas fanelave të partisë, është një domosdoshmëri. Duhet ta krijojmë këtë vetdije që të gjithë së bashku dhe Partia Socialiste është vendi aty tek kutia numër 5, mund qendër të flesë votimit, është vendi për të hedhur votën, jo për të bërë të gjithë socialistë, larg qoftë, por për të kompaktësuar mesazhin për Bashkimin Evropian, për të mbështetur fuqishëm negociatat, duke krijuar kushtet që edhe në 12 maj, kur ne të jemi duke numëruar votat dhe të gjithë të tjerët të jenë duke u marrë me zgjedhjet, ata 1000 vajza dhe djem që punojnë çdo ditë brenda zyrave të shtetit për negociatat të vazhdojnë të punojnë pa asnjë lloj lëkundje që vjen nga impakti i votës. Në një farë mënyre, Partia Socialiste sot gjendet në vendin e dur dhe në kohën e dur si pika e referimit. Siç gjendej Partia Demokratike në vendin e dur dhe në kohën e dur në 91-92, kur një shumicë dërmuese e papërsëritur ndonjëherë ja dha votën për të konfirmuar një pozicion të ri të Shqipërisë, për të konfirmuar një ndarje përfundimtare nga shkuara dhe një përqafim të së ardhmes. E njëjta gjë në një dimension tjetër do të ndodhi në 11 maj, duhet të ndodhi në 11 maj, ku duhet masivisht me votën tek kutia numër 5 të konfirmohet ndarja përfundimtare me historinë e të qenit të lënë pasdore, e të qenit të lënë prapadere, e të qenit popull i dorës dytë në këtë kontinent.